Riveshje Mobilierëzimi ofron riveshje të çdo lloji mobilje që ju keni për shtëpinë apo biznesin tuaj. Kompletojmë restorante, lokale, hotele apo resorte për restaurimin e mobiljeve, si edhe prodhime porosi sipas kërkesës së arkitektit ose sipas dëshirës tuaj. Kujdesemi që mobiljet tuaja, moderne ose klasike, të ruajnë karakteristikat e tyre duke ofruar cilësi dhe fortësi. Përshëndetje miq, sa përfunduam punimin e radhës, në cilin kemi ndryshuar një tapiceri totale, rimodelim totalisht. Kemi bërë një punim super luksos, super cilësor. Afro kamamanta shkojnë detaje. Atëherë, kemi ndryshuar tapicerinë totale, kemi vënë një copë velvet, e cila jep një shkëlqim, një komoditet shumë të bukur. Kemi ndryshuar sponxherin, kemi vënë një memory të butë, të rehatshëm. Moment që ti ulesh, harron që të ngrihesh, se është diçka shumë e rehatshme, shumë komode dhe shumë e bukur. Afro të shikojnë detajet. Shikoni, kjo ka qenë lishë. Ne kemi rikthyer me palose një model antik, të cilin ja kemi përshtatur sipas modelit të tij. Ky ka qenë shumë i thjeshtë kur ka ardhur te ne, e kemi rikthyer pothuajse më bukur se mund të bënte nga jashtë shtetit, se ky është një model që është bërë në Gjermani. Ne kemi rikthyer këtë më të bukur si mund ta merrte klienti në fillim fare. Kemi bërë zero se kulturë të reja. Atëre, afro të shkojnë tjetri. Siç e shikoni, ky është treshi, i cili edhe ky është bërë një si të tjerë. Sponxheri memory, siç e tham, shumë i rehatshëm, shumë i butë. Spina po ashtu memory, topa velvet. Edhe kulturë tjetër, siç mund ta shikoni. Atëre miq, mos i hidhni mobiljet e vjetra. Mos hezitoni që ata nuk bëjnë më. Këne diçka mund të rikthehet si e re. Ju mendoni se kjo mobilje duhet hedhur, se nuk bën më na është mërzitur apo çështje. Ne mund të ndryshojmë ngjyrën, mund të ndryshojmë sponxherin, mund të ndryshojmë modelin. Mund të ndryshojmë shumë gjëra. Ke karrige lokalesh, ke krevate hoteli, ke mobilje të ndryshme. Ne mund të rikthejmë ato që ti nuk e mendon dot se sa bukur të dalë. Siç e shikoni edhe ndryshimin që ka dalur, ky ka dalë pothuajse krejt ndryshe dhe klienti vet që i ka nuk e ka menduar që janë këto kulturë të tij. Mendon që i kam ndryshuar kulturët. Thot nuk janë të mia këto, si ka mundësi. Ne kemi rikthyer këto, siç e shikoni edhe vet nuk ka fjalë. Puna jon nuk ka komente. Faleminderit që na besoni, respekte. Mos vono vetë. Gjej telefonin dhe do vim shumë shpejt pranë nesh. Faleminderit që na besoni, respekte.